Lagja 24 maj vijon të përballet prej muajsh me një problem serioz infrastrukturor, i cili po ndikon drejt për drejt në jetën e përditshme të banorëve dhe drejtuesve të automjeteve. Prej gati 3 muajsh, kanalet e hapura në mes dhe në anët e rrugës, të krijuara gjatë punimeve për shtrirjen e rrjetit nëntokësor të ujësillësit, nuk janë mbyllur ende, pavarësisht se investimi konsiderohet i përfunduar prej kohësh në këtë zonë. Pamjet që po ndiqni në ekran janë filmuar këtë të mërkurë nga televizioni 6+ Vlora dhe sjellin momente nga situata e rrugëve në këtë lagje. Banorët shprehen të shqetësuar për gjendjen e rrugës, e cila jo vetëm që e vështirëson qarkullimin normal, por përbën edhe një rrezik të vazhdueshëm për automjetet dhe këmbësorët. Edhe pse në disa segmente është hedhur një shtresë holl asfalti mbi kanalet, kjo zgjidhje konsiderohet e përkohshme dhe e pamjaftueshme. Gropat kanë mbetur me thellësi të konsiderueshme, duke krijuar pengesa serioze në lëvizje. Drejtuesit e automjeteve raportojnë për dëmtime të shumta në mjetet e tyre për shkak të amortizimit të shkaktuar nga këto kushte rrugore. Ata theksojnë se kalimi i përditshëm në këtë rrugë është kthyer në një sfidë të vërtetë. Sipas tyre, mungesa e ndërhyrjes përfundimtare nga kompania përgjegjëse dhe Bashkia e Vlorës po e përkeqëson situatën ditaditës. Nga ana tjetër, banorët e zonës kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për mbylljen e kanaleve dhe rikthimin e rrugës në gjendjen normale. Ata shprehen se kjo situatë nuk mund të tolerohet më gjatë, pasi përveç dëmeve materiale, rrezikohet edhe siguria e tyre dhe e fëmijëve që lëvizin çdo ditë në këtë zonë. Nëse nuk ndërhyjet në kohë, problemi rrezikon të marrë përmasa edhe më të mëdha, duke u kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për të gjithë komunitetin.